Mirë mbrëma, mirë se erdhët në emisionin I Pavarur. Do thoni ju, pse flet me zë të ullët? Po, për shkak se ndodhemi në një librari, bibliotekë si doni ju, e ku ka libra ka qetësi, ka zë të ullët, ka mendim, ka thellësi. Është një skeç që ka qarkulluar, botror natyrisht, se ne nuk jemi me humor kaq të ullët sa të bëjmë skeçe të tipit të kësaj që do ju them unë. Një vajzë e thot, të lutem një paninë e 2 salcice. Edhe bibliotekistja I thot, zonjë thot, je në bibliotekë. Të lutem, një paninë e 2 salcice. Kështu që dhe unë, për shkak se ndodhen mes librave, do përpiqem të kem thellësi mendimi, të kem logjik, të kem arsye. Pse? Se italianët thonë, l'abito non fa il monaco, mos I shiko gunën, shikoj punën. Faktikisht shoqëria e sotme është një shoqëri ku shikohet guna. Dhe ne prandaj zgjodhëm bashkë me Cristiano Xhanari, me cilin unë kam nderin që nga viti 2020 të bëj këtë emision, tham, a nuk bëjmë si dietar, nuk bëjmë si njerëz që kanë libra mbrapa, direkt ka tjetër forcë mendimi, tjetër përcjellje, kumti. Dhe për këtë arsye ne do të flasim mes librave, në raft e librave kërkom aty fsheu I stat. 6 oto. Pra 668 lindje më shumë se vdekje në tremujorin e 4 të vitit 2025. Tremujori 4 është tetor, nëntor, dhjetor, në 3 muaj në Shqipërinë pas kemi patur 668 lindje më shumë se sa njerëz që kanë ikur nga kjo botë. Do të thotë, shtimi I popullsisë në Shqipëri është 668. Pra, shumëzim për me që është 3 mujor, 3x4, do më thënë 6x4, do më thënë, jemi diku tek 2000 ca, 2600, 700, 2000, në vitin e kaluar, qofse marrim këtë mesatare, shtim popullsie. Por, të dashur njerëz, me që ndodhemi mes librave, këta që kanë lindur më shumë se ata që kanë vdekur, a kanë qëndruar në Shqipëri, sepse në Shqipëri, kësaj shifre, vendosin një 0, ikin 3 mujor për 3 mujor nga Shqipëria. Kështu që, ky vend, sipas një projekti shumë të lashtë, është të kthehet në kuotat 800.000 banor. Mbani mend, Shqipëria duhet të ketë 800.000 shqiptarë, një projekt shumë I vjetër. Në këtë mënyrë bie pesha specifike në rajon, bien shumë gjëra, edhe ne kthehemi ashtu siç thoshte Bismarcku në një shprehje gjeografike. Jemi kthyer në një të tillë. Pra, jemi një tokë e oligarkisë, një tokë ku interesa të pak njerëzve bëjnë çfarë duan. Po gjithsesi na gënjen mendja sikur bëjmë politikë, sikur bëjmë patriotizëm, sikur bëjmë art, sikur bëjmë kulturë, sikur lexojmë libra, sikur shkruajmë libra. Kjo është situata pak a shumë me 2-3 fjalë para se të hyjmë në zemër të subjekteve dhe të gjërave të politikës tonë. Cristiano, të lutem nxjerr diçka Cristiano. Ec Cristiano, edhe Cristiano është më plakur, është 2021. Nuk donte Cristiano dhe kemi bërë debat të madh për këtë dash sulën. Se Cristiano hynte tek ata që thoshte bëri shumë mirë. Unë isha tek ata që thosha nuk bëri shumë mirë, por jo bëri keq. Ka njerëz që thonë bëri keq. Berisha e mallkoi qumshtin e nënës. Mallkuar qumshtin nënës ta. Faktikisht ka një problem. Thon plakat. Nuk të zë mallkimi I dikujt që s'është nëna. Pra vetëm nëna mund të thojë mallkuar qumshi gjirit që të kam dhënë. Nuk mund të thojë Sali Berisha. Kujtohet një anekdotë. Po para se të shpjegoj anekdotën duhet kontekstin, varet se cili brez po na sheh. Brezi im e di shumë mirë që në kohën e Enverit, 2 mëngjesit, 3 mëngjesit dilte populli. Madje Barcolet mas Barcolete, ma ka treguar ndjeri Vaso Samsuri, një mik im I shtrenjtë, njëri që kujtojmë për ditë për humorin dhe inteligjencën që kishte. Thotë në Korç, aty afër kishës Shëngjergjit, një pallat 6 katësh. Kishin 2 vëllezër ngjitur, koha e Enverit, ë. Edhe I thot vllai, po dimrat e acar të Korçës atëhershme, jo tani. Dimra e Rilindas. Thot vllai, nesër thot, shko ti për qumësht. Po pati tha më thirrë mua, po s'pati tha lem. E në mëngjes ai në 2 mëngjesit I bie derës mi fjalë po zbresun.
çohet ky vllai tjetër, ky që do rrinte në shtëpi, hedh badanien në qafë, veshi paltuta e del poshtë. Thotë, "E mo, ky nga sipër. Ka qumë sho." Me ai poshtë. "Ka o si s'ka sa të duash." Op. Vishet vllai, trash, lecka këtu, lesh këtej, edhe s'bret, ku s'bret, gjenot së rokun. Edhe kthehet vllai gjithurit. "Ce më gënjeve o? Po ce o? Koqja mund të them s'ka qumësh, të thërrazën mes të koqës o. Sa futën brenda njëri që tha s'ka patate." Nese, ky brez që kupton këtë anekdotë, duhet kuptoj edhe këtë tjetër, treguar nga Skënder Sallaku. Rrinte djali adoleshent, edhe I thot baba një ditë, "I ke blej paket cigare." "S'duaj," thot. "Jo blej cigare." "S'duaj." "Haram qumshti babës," I thot baba. Kthehet nëna e lënduar, thot, "Thuhet haram qumshti nënës." "Po ti 7-8 muaj ke dhënë, tha. Unë kam 15 vjetë që marr radhën 2000 për këtë, tha. E Perisha I tha, "Dash sulës, haram qumshti nënës," tha. A thua se tradhtoj dashi. Unë kam konceptin tjetër, miq nderuar. Natyrisht, nuk është se bëri një burri të madhe dash sula që shkoi tek Edi Rama, jo për shkakun që shkoi, po për shkakun që I ra hasha 20 viteve kontribut në Partitë Demokratike dhe privilegje, edhe na thot për këtë që është burri mirë ky. Deri këtu është që shkoi, nuk është se bëri keq, me status deputeti takon të shkoj. Që I ra hasha kësaj pjese të kontributit vetë Partitë Demokratike, ma ka një gjë. Jeni të sigurt, ju demokratët dashur që ju du fort, që nuk ju ka tradhtuar doktori, pra që nuk është doktori ai I cili ne na ka larguar nga pushteti. Mendojeni këtë gjë. Natyrisht, jo se është burri mirë dashi, doktori me këta, se po të kishte qenë burri mirë dashi, kishte qëndruar brenda Partisë Demokratike deri ditën që do shkonte tek Edi Rama. Por jo ditën që nuk e futën në lista, po para, të da thoshi ky Sali Berisha s'është burri mirë. Nëse, histori shqiptarësh. Neve kemi thonë gjithmonë besa dhe burria pikrisht aty ku s'ka qenë e s'ka patur. Dashi shkoi tani do të jetë në krye të inspektoratit dhe na tha që do bëjë një revolucion të madh. Pra, nga sot ose nga dje kur ishte që u prezantua, e tutje lum bizneset, kë do të kenë në kokë të kontrolleve. Do të jetë Dash Sula, krye-inspektor, dhe pastaj gjithta inspektorët e tjerë, të cilët do të jenë bashkëpunëtorë të biznesit. Bashkëpunëtor, pra, nuk do të shkojnë ta këpusin mes biznesit. Jo, do shkojnë o biznes. Ke parasysh, biznes. Ja, shikoni lajmin për shembull, që të bindeni për çka ju them unë. Kristiano urdhë, AKU, pra që varet nga Dashi, gjobit Baxho në Fier për shkeljet sigurisë ushqimore. AKU-ja ka kthyer mes Baxhon. Pse? Pa ka dalë borxhit. Natyrisht I ka dalë borxhit ta që kanë qenë para Dashit. Ka shku Dashi, e ka thyrë mes. Tani kthehemi çik seriozisht e kjo pjesa AKU Baxho. Nëse ju kujtohet, dhe natyrisht ju kujtohet. Në Beharin e shkuar doli Edi Rama, pa pritur, si rrufe në qell të kthjell gushti dhe tha: "Qumësht, djath, gjis, pa fletët e shoqëruese, do të thotë që do të ishin që tek tatimet deri tek kontrolli ushqimor, nuk do të ketë më." Çfarë ndodhi? Fshatarët që njëri ka 2 lop, një 5 dele kështu me radh, nuk mund ta çonin nëpër Baxho, sepse na është ndërtuar sistemi që se çon dot nëpër Baxho. Një pjesë e madhe atyre që janë marrë me dele, me lop, shkojnë mbajnë në Greqi, fitojnë shumë më tepër se sa të rinë këtu të çajnë rrasa me shqiptarët. Dhe hëngri një goditje të jashtëzakonshme, industria e përpunimit të qumshit. Ajo vendase, se këto të mëdhenj, këta grosistët që shihni kur shkonin në supermarket, këta filluan të lundrojnë në qumësh, por natyrisht qumësh shumica pluhur. Dhe filluan të lundrojnë edhe në çmime. Qumshti kushton më shtrenjtë se birra sot. Shkoni shifeni, bleni 1 litër qumësh dhe 1 litër birë, do të dalë qumshi më shtrenjtë. Kjo ndodh, nëse është qumshi i shtrenjtë, përjedhoj edhe djathi, përjedhoj edhe kosi, edhe natyrisht në vazhdën e goditjes, pra fuqizimit të oligarkisë së qumshit, janë dhe këto, shkon AKU-ja dhe gjen një Baxho që akoma vazhdon e mbijeton, e gjen shkelit, çaj gjen. Çik hir atje, një gjë të pafshirë këtu,
edhe të këput mes. Jo, thjesht për të kuptuar se si funksionon ky bekuar shteti shqiptar. Vazhdojmë të njëjtën logjik. Çmimet u rritën 2.3% në janar. Por, muaj mbas muaji ne kemi patur pikërisht këto shifra. Dhe sa kohë jam këtu, sa në bono, Kristi, 6 vjet? 6 vjet e ca. Në 6 vjet e ca, Kristi, mban mend kemi dhënë ndonjëherë lajm ne që ulen çmimet. Ndoshta jemi ters ne, emisioni i pavarur, i cili në 6 vjet nuk ka patur një herë mundësi të gjej bien çmimet. U rritën me pandeminë. Ha, tham ne se do morë pandemia. Ja do vinë zgjedhjet, rrit. 2.3% janë rritur çmimet. Dhe tani çmimet nuk rriten më çmimi i makinave të luksit, çmimi i divanëve të shtrenjtë. Jo, rritet buka. Rritet dritat, energjia elektrike. Rritet ujë, rriten elementet bazë që pastaj rrisin gjithçka tjetër. 2.3% në janar. Po sikur, 2.3 rriten edhe në maj. Po rriten edhe në shtator. E rriten edhe në dhjetor, i thoni 10% të paktën në vit. Apo jo? Dhe ju dini ku u kam qenë vite përpara, kam patur një punë dhe një rrok shumë të mirë. Në fundi viteve 2000, domethënë që binte 2008, 2009, 2010. Shkoja tek një market, cili nuk po i bë publicitet, por ishte më i shtrenjtë, bleja dhe sende për fëmijët, bleja këto ushqime të konservuara, të huaja, të gjitha. Blinim gjëra për vete të shtrenjta dhe me 50.000 lek, mbushnim një karrocë nga ato të marketeve me maj. Merrni 20.000 lekë vjetër sot. 20.000 lekë. Dhe shkoni bleni 2 buti qumësht, 2 shishe kos, 1 litrëshe, edhe 1 kile djath. Po ju doli, atë se do e paguju. Atë se do e, realisht. Do më thënë, ja bëjmë llogarin. 1 kile djath, normale, nuk po them djath i shtrenjtë, është nga 10 deri 14.000 lekë vjetra. Po marrë një 12.000 lekë 1 kile djath. Qumshti është 2.400, 2.500, 2.600. Pra, 2 litra qumësht, u bën 12 kjo, edhe 2 shishe qumësht, edhe 2 kosa, që janë paga shumë në të njëjtin çmim, e kaloi 20.000 lekë. Kaq. Se thonë, jo pensionisti. Pensionisti duhet ta bëj vallë të marrë 2 shishe kos, të jede edhe ujë, pra 2 litra ujë, që të haj gjithë javës me 5.000 lekë. Veza është për qef të vet. Kjo është ideja. E ndërkohë që rriten çmimet, i fut qeveria për shembull, ne rritje rrogash, pensionesh jo, nese. Flasim edhe për këtë. Kalojmë, Kristiano, se ndojtëm shumë. Një mace në krye të bashkisë për 20 vite. Në Shqipëri, ne kemi patur gomar vende kryesuese. Dhe lloj kafshë tjetër. Një mace nuk është çudi, po nuk është dhe metaforë. Pra, nuk është se mace është në kuptimin që një gjë shkafët, një gjë... Mace. Dhe çfarë ka ndodhur? Jo këtu, kuptohet. Ka ndodhur diku ande nga Alaska, një komunitet vogël, nga që kishte ardhur maj të hundës me plerat që merrnin pushtetin dhe drejtonin vendin, zgjodhen në mënyrë simbolike dhe metaforike një mace. Dhe kjo mace ka 20 vjet kryetare bashkisë. Pa më mirë kanë zgjedhur një kafshë për vërteti, se sa një kafshë njerëzore që është shumë e keqe dhe shumë e rrezikshme se sa çdo lloj kafshë tjetër. Atë që i ka bërë, sidomos nga përvoja jonë, kur kafsha që drejton vendin është po me gjuhën tënde shumë e rrezikshme se kur është kafshë huaj. Pra kur shqiptarit e ka ardhur turku ta zëm, shqiptari mendon që është pushtuesi huaj. Ama kur erdhi Enver Hoxha tha, tani erdhi Biriun tha, shqiptarët i rropi, i vrau Enver Hoxha shumë më tepër se çdo pushtues. Erdhën me radhë deri ky që kemi ne, Luani, me që jemi në botën e kafshëve që kemi sot. Se tigrin e kemi jashtë shtetit me sa diun. Apo jo, Kristiano, vazhdon jashtë shtetit ai tigri? Po thot Kristi. E kemi këtë Luanin që drejton vendin. Po që duke qenë ky Luani në krye të Shqipërisë, kanë ikur gjithë shqiptarët. Edhe punojnë, jetojnë në kurbet dhe ku mos tjetër. Të lutem. Ec Kristiano, se s'dori me këtë Berisha thirrje. Partive opozitare të bashkohen për rrëzimin e Ramës. Dhe këtu po rinqethet mishi
në kuptimin tallës të fjalës. Kupton, sepse sot edhe po shikoj, shoh edhe që zihen demokrat me socialist, demokrat me jo socialist, po që si vin basavazi tyre, gjithë i thonë njëri tjetrit, i shitur, pler, qen, se i fut politika në sherrë, dhe të gjithë janë të prirur që të shajnë tjetrin e ta gjejnë fajin gjithmonë tek tjetri. Thirrje partive opozitare. Tani le të qëndrojmë pak këtu për të kuptuar pse partitë opozitare nuk i përgjigjen thirrjes së Berishës. Shikoni këtu, me asnjë nga partitë që janë sot në opozit, kuptohet me pushtetin, unë i kam të ndara sahanët, thotë ai tek përballimi. Po me partitë opozitare nuk jam dakord fare. Pse do thoni ju? Se Partia Demokratike, që kur Berisha hyri në lojën 2013-ën, duke vendosur Bashën, duke lënë Bashën që të bënte ato që bëri deri në rikthimin e tij, dhe duke bërë ato që bënte Basha tani në një formë tjetër, është që ka zënë sheshin dhe ka thënë shumë bukur, ne zum sheshin, tha Berisha. Tani hyri në zgjedhje disa parti. Hyri Partia Lulit, KEA, që ishin demokrat që s'donin Berishën. Demokrat, antar të PD-s që s'donin Berishën. Ikën nga PD-ja me Lulin. Agron Shehaj doli nga PD-ja dhe mori natyrisht një fet vetën, po nga PD-ja. Flas për kohën e zgjedhjeve. Doli ky Dash Shehi me Ali Beajin. Dhe Ali Beaj po nga PD-ja i mori. Plus Dashi ishte deputeti i PD-s, edhe ai atë megjithëse Dashi ka vetë sa të vetët. Këta janë të bashkohemi. Këta janë partia opozitare. Të bashkohemi, thua, atyre që kanë dalë, domethënë është si ai që është ndalë nga e shoqja dhe pastaj thot, po sikur të bashkohemi edhe një herë. Të bashkohesh do të thot, dole për çështje parimore nga ajo parti, tani do kthehesh si legend në rresht. Kështu që teorikisht i bie pa disa pazare të mëdha, pazar në kuptimin e mirë, pa disa negocime të mëdha, shumë e vështirë që të kthehen, por mos tonë e pamundur. Marrim Lapajn. Se Lapaj ngeli, ai tjetër u bë avokat i popullit, ai Ortaku. Lapaj dhe Shabani thonin, ne do të çajmë bandën. Këta, pra Berisha me Ramën janë band, thonin këta. Ne do të çajmë bandën. Të fusim 1-2 deputet, pastaj të fusim 10, pastaj këta s'kan ku shkojnë, do të trajtojmë lojën. Tani, Lapaj nëna shfaqet si Kreshtik Martini, që hyri brenda bandës, u bë palë me bandën, po ishte edhe palë me sigurimin për të çarë bandën. Dhe tani, unë nuk e di, datë 20 se thuhet që do hapet çadër atje. Nëse PD-ja do ngulet në shesh, Lapaj ç'do bëj. Kemi edhe Arlind Qorin, për të cilin unë nuk kam të them në pikpamje të ftohtë, pavarësisht se jam kundër gjithë orientimit tij marksist. Por koherencës ti që nuk bashkohet me këta, i heq kapelen. Pra, thirrje partive opozitare, bashkohemi për rrëzimin e Ramës. Kush dhe si? Bashkohemi, domethënë të vinë të futen kopeja e tyre në kopen e madhe, në vathën e madhe të Partisë Demokratike, se të gjithë që janë ndarë thonë nuk e duam me Berishën, bilet dhe PD sotme, pra antarësia thotë, po s'kemi që bëjmë, dhe s'kanë shtonë. Flasim, ma nxirën çik të lutem, ma nxirën lajmin tjetër. Shkojnë këtë bukuroshin këtu. 493 ditë pritje. Flokët që bashkohen milionat tifoz të Manchester United. Ky djali hap një bast. Kohë më parë. Thot, unë do t'i pres flokët, thot, kur Manchester United të fitoj 5 ndeshje rresht. Kanë kaluar 493 ditë dhe ai vazhdoni mban flokut kështu se basti nuk është realizuar. Imagjinoni një demokrat në vitin 2013 që thoshte, shikoni këtu. Edi Rama nuk e shtyni 4 vjeçar. Dhe unë 2013 ishte, 2017-ën po fitoi Edi Rama do i lë flokët. Imagjinoni se sa do ishte bërë tani. Do ishte bërë si ai tek familja Adam, sa ajo që ka ato flokët kështu. Se rritet floku shpejt, rritet dhe mjekra. Dhe ne, doktor Berisha, nuk kemi 493 ditë, po kemi 4300 e ca ditë. 4300 e ca ditë. Që ne arritur lesht nga brenda. Lëre këtë leshin nga jashtë.
duke pritur revolucionin paqësor. Shpresojmë që të hënën tjetër të kthehemi me rënien e Bastijës, siç ndodhi në Francë dikur. A bëjmë pauzë të shkurtër, Kristi? Unë them po. Dakor.